Selam aleikum, e kam thosin Ferit. Këtu edhe po dëna një pyetje më apo ose çish më u dobësuve subhanallah. Se pesha që njëti probleme kam edhe unë. Ama një ditë e ngoqa një profesor doktor, është shumë i zoti i Egjiptit, Allah është përbleft. Edhe ai ka përmend 3 gjëra. Kupton se qysh me u bë ideal në pesha. Po, u dobësu faktikisht. Puna e parë që e përmeni është agjerimi. Do thot tash në Amerikë do thot e kanë bën, do thot çka një çfarë shërimi nëpërmjet mos hangis. Do thot fasting, fasting, do thot pas ke lexuar. Po. Nobel mora i japonisë. Dhe me ke 16 sahat mos me hangër, masën e na me hangër. Për çka? Për atë arsye se atë sheqerin që e ki në trup, mi dhon kohë do thot qelizave që për me harxhu. Atë e shpjegojnë që shpjegojnë mjekët mas mjeti. Do thot na e kena këta në islam. E kena muajin e Ramazanit, e kena tonën e tentë, e kena ditë kur dojnë. Po, do thot ditë se cilët muaj 3 bardha e kështu me radha këta. Do thot puna e parë çka është, ante sumu khairul lakum. Nëse agjinoni, është më mirë për ju. A e mojtë? Po. Sono. Ndërsa e dyta, çka është, e ka përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot nuk ka enë më të keqe se sa barki. Ashtu që mas e ka përmend edhe hadithin tjetër, dhe thot këtë enë sa me mush. Një pjesë me mush për ushqim, një pjesë me mush për ujë, edhe një pjesë me mushën për çka? Frimari. Për frimari. Nga çfarë e problemi ku është, na do thotë mush na ketë me ushqim, mas e stojnë na vën për ujë, e për frimari hiç më hiç, ka ndër kur hajna buk edhe frimson morna. Fatkeqësisht. Do të më hongër me kanar. Asisë njëri ka kanarën e vet. Apo këta. Po. Do thotë kush ha më i madh, kanarën më të madh, kush ha më i vogël ka, më të vogël do thotë këta duhet secili me kontrollu vetveten. 2, a e mojtë më. Po, dyta po. Edhe e treta çka është me hongër senet pasta. E senet pasta çka janë, çato që i kanë drejt Allahi. A senet çka nuk janë pasta, çato që i kanë drejt na. Për shembull pemë i kanë drejt Allahi. Perimet i kanë drejt Allahi. Kupton? Ama suxhukin e kanë drejt na. Ambëlsirat i këtë Salomon. Po, ashtu që sa më tepër mu largu piktin me gjallë shka i drejtë njerëz. Bio faktikisht. Po me hongër që tash ka drejtë Allah. Alhamdulillah. Po, 3 këshilla shumë. 3 këshilla. Të rëndësishme për mu, edhe për mu edhe për këtë musliman. Edhe për këtë musliman. Allah të shpërblet. Amen. Selam aleikum.